Unë nuk kam fjalë, përveç se të them që është një veprim anti-shqiptar, i cili do të bëjë që patjetër dhe shpenzimet e transportit të rriten kostot, të rriten koha e përpunimit të mjeteve e me radhë, dhe pyetja që vjen kujt i shërben. Po si ka mundësi që vetëm për të bërë një pallat duhet të përgjysmosh fluksin e transportit të mallrave në Durrës. Vetëm për një pallat? Po kjo është kriminale. Është pak të thuaç që është kriminale. Se siç e shihni ju, Alabari ka marrë dhe mira metra katror në det, dhe ju falenderoj që edhe e keni pasqyruar në të gjithë veprimtarinë tuaj, e shihni vetë që ka marrë mirë, por nuk mjafton. Duhet marrë edhe rrugën. Është pa kuptim. Përderisa terminali pasagjerëve funksionon dhe sipas shifrave zyrtare bëhet fjalë për miliona qytetarë turistë që kalojnë tek ky port, apo gjithashtu dhe terminali i kontejnerëve ka shtuar volumet dhe përsëri ka shumë dalje, dhe ne kemi pa rradhët, ne që jetojmë në Durrës kemi pa rradhët e kontejnerëve në hyrje në dalje. Pse duhet përgjysmohet? Si ka mundësi që Alabari është mbi shtetin shqiptar, është mbi interesat e shqiptarëve? Nuk pas ka një njeri që e don këtë vend në këtë qeverinë shqiptare, po ky kriminalist si mund të jetë kaq kriminal? Si mund bllokosh për një pallat Alabarit të përgjysmosh hyrjen e daljet të portit Durrësit? Kjo rrugë që është pasmeje. Në fakt, e mira do të ishte që ti kalonte qytetit. Se dakord portin e fale me një vlerë për 3 miliardë eurosh, po të paktën në rrugën mos ja merr Durrësit.